Tingulli i orës së murit ishte i vetmi që thijente heshtjen e kabinetit. Ishte ora 17:30, një kohë kur korridoret e universitetit zbrazeshin dhe dritat e ndezura të klasave dukeshin si sy që nuk mund të mbylleshin dot. Unë, pedagogia, një grua në të 30-tat me një kostum të thjesht dhe flok të mbledhur në një bishë të ulët, po kontrolloja provimet e fundit. Dera u hap pa trokitur. Ishte ai, studimtari im më i mirë, por edhe më i heshturi. Emri i tij ishte Ardi, por për mua ai ishte thjesht çelësi i asaj pyetjeje që nuk isha guxuar ta bëja kurrë. Ai kishte një trup të gjatë dhe të hollë, dhe sytë e tij, ngjyrë lajthie, kishin atë shprehje të përqendruar që të bën të ndihesh sikur po lexon jo vetëm faqet e librit, por edhe mendimet e tua. Më falni zonjë, tha ai me një zë të ulët që mezi dëgjoi. E di që është vonë, por doja t'ju ktheja këtë libër dhe kisha një pyetje. Zëri i tij ishte i ngjashëm me një fije mëndafshi që përshkon ajrin e rëndë të dhomës. U ngrita ndakarigja. Heshtja mes nesh ishte e mbushur me një tension të pazakont, një tel që dridhej në frekuencën e një melodie që askush nuk e kishte shkruar ende. Atëherë, pa fjalë, ai hapi shalët e librit që mbante në dorë. Ai nuk hapi thjesht faqet. Ai e bëri atë me një ngadalësi rituale, sikur po hapte një portë të ndaluar. Letra e vjetër kërciti, dhe brenda librit, mes dy faqeve, nuk ishte një shënim. Ishte një fletë e hollë, pothuajse e të i dukshme, ku me dorën e tij të ngushme kishte shkruar një poezi. Jo një poezi dashurie e zakonshme, por një poezi për ato që nuk thuhen dot në klasë. Ai e vuri librin mbi tavolinë dhe e shtiu drejt meje. Gishtat e tij u ndalën për një sekond mbi të mijat. Nuk ishte një prekje e rastësishme, ishte një puthje e fshehtë e lëkurës. Ai e dinte, unë e dija. Dhe atëherë, ai bëri lëvizjen që do ta ndryshonte gjithçka. Ai hapi shallet e së kaluarës, të gjitha mësimeve, të gjithë atyre shikimeve që i kishim shkëmbyer nga një distancë e sigurt. Me gishtin tregues, ai filloi të lexonte rreshtat, por syri i tij nuk ishte te letra, ishte te unë. Me çdo fjalë që lexonte, ai afrohej 1 milimetër më shumë. Ajri u bë i rënd si pak para stuhis. Ju e kuptoni këtë varg, zonjë, pyeti ai, duke ndalur gishtin në një rresht. Kur thot gjithçka që nuk guxon të prekësh, e ndjen në maj të gishtave. Nuk mund të flisja. Fjala do të thyente magjin, do ta bënte realitet atë që deri tani ishte vetëm fantazi. Ai e ndjeu tërheqjen time, e pa në qeljen e bebzave të mia. Pa folur, ai e mori dorën time dhe e vuri në faqen e tij. Lëkura e tij ishte e nxehtë. I ndjeva muskujt e nofullës të shtrënguar në gishtat e mi. Ishte një nënshtrim i heshtur, një lutje e trupit. Ajo që nuk themi, e shkruajmë, pëshpëriti ai. Por ajo që nuk shkruhet, jeton në lëkurë. Ma afroi më pranë. Isha ende pedagogia, por brenda meje, gruaja po merrte kontrolin. Unë u ktheva nga tavolina, duke i lënë shpinën atij për një çast, por në një lëvizje të papritur, ai më kapi nga beli. Jo me forcë, por me një autoritet që më bëri të mbylja syt. Trupi im u përgjigj para mendjes. Koka ime u mbështet pra, duke rënë butësisht mbi supin e tij. Ai e dinte trupin tim më mirë se unë, sepse ai e kishte lehtësuar atë përmes çdo lëvizjeje time në podium, përmes çdo nervozizmi kur flisja për poezinë e ndaluar. Ai nuk foli më. Fjalët ishin bërë të panevojshme. Ai më ktheu përballë tij. Sytë e tij ishin dy pushtime. Me dorën e tij, ai ngadal, shumë ngadal, sikur hap një libër të lashtë për të mos dëmtuar fletët, preku jakën time. Gishti i tij i parë kaloi përgjatë vijes së qafës, duke zbritur deri në kockën e klavikulës. Ishte një pyetje, ishte një ofertë. Unë nuk thash po me zë. Unë thash po, duke ecur prapa derisa këmbët e mia prekën karigjen. Ai e ndoqi atë lëvizje si një hije, u ula. Ai u gjuizua përballë meje. Tani perspektiva ishte ndryshe.
Ai i gjunjëzuar dhe unë në karrigjen e pedagogut. Një përmbysje rolesh. Ai hoqi syzet e mia. Ai e pa frikën time dhe në vend që ta ushqente atë, ai e qetësoi. Ai mori duart e mia dhe i vuri mbi flokët e tij, duke më kërkuar që t'i rëmbeja. Kur gishtat e mi u ngatëruan me ato fije flokut e errët, ai mbyli syt. Ishte akti më intim që kisha përjetuar ndonjëherë. Të shikoje dikë që i dorëzohej prekjes sate pa asnjë kusht. Tani vjen pjesa e nënkuptuar. Ai ngriti kokën. Sytë e tij lajthi tani ishin të errët, të zgjeruar. Ai mori dorën time të djathtë dhe vendosi mbi gjoksin e tij, mbi zemrën që rrihte me ritmin e një dauleje të çmendur. Më pas, ai mori dorën time të majtë dhe e çoi ngadalë drejt vetes. Jo me gjest, por me një lëvizje të ngadaltë të qëllimshme. Ishte një akt simbolik. Ai po më thoshte: "Ti më ke mësuar teorinë, tani më mëso praktikën." Por jo me fjalë, me trup. Ai ngriti trupin paksa, duke u afruar më shumë me skëmbëve të mia, derisa gishtat e mi u ndalen. Nuk nevojitej asnjë lëvizje tjetër, nuk nevojitej asnjë futje fizike brutale. Futja ishte një penetrim i shpirtit. Kur ai shtypi dorën time kundër tij, ai futi brenda meje idenë se unë nuk isha më thjesht pedagogia, unë isha zbulimi i tij, unë isha përgjigja e poezisë së tij. Zëri i tij, tani i ngjirur, më pëshpëriti në vesh. Tani më ke brenda, jo në trup, por në çdo qelizë të këtij çasti. Tani, kur të kthehesh në shtëpi dhe të mbyllësh syt, unë do t'jem aty, në vendin ku nuk mund të më largosh. Minuta 6 deri në 7. Kthimi në realitet. Pastaj ai u largua. U ngrit ngadalë, vuri syzet përsëri tek unë, duke rikthyer pamjen e studentit të përullur. Mori librin nga tavolina, atë me poezinë. "E kuptova", tha ai me zërin e tij normal, por me një shkëlqim të egër në sy. "Do të shkoj tani, faleminderit për ndihmën, zonjë." Ai doli nga dera e kabinetit, po aq në heshtje sa kishte hyrë. Unë mbeta aty, me duar që dridheshin, me lëkurën që kujtonte ende peshën e tij. Ora tregonte 17:37. 7 minuta. Nuk ndodhi asgjë fizike në atë kabinet, por gjithçka ndodhi. Ai nuk më futi asgjë brenda, përveç ndjenjes së pushtimit të plot të qenit e shikuar, e prekur dhe e dëshiruar në mënyrën më të thellë. Ai e kishte fituar atë betejë. Unë kisha humbur kontrolin. Dhe ndërsa dëgjoja zhurmën e hapave të tij që largoheshin në korridor, kuptova se qelësia i asaj dere nuk ishte më në dorën time. Ai e kishte marrë me vete. Dhe brenda meje, tani përgjithmonë, ai kishte lënë një gjurmë të pashlijeshme që nuk do të shuhej kurrë, duke më kujtuar se ndonjëherë mësimi më i fuqishëm nuk jepet me zë, por me atë që nuk thuhet.